Babai im ka qenë dekoruar nga presidiumi i Kuvendit Popullor, me firmën me vull Taxhilleshit, se punon te sa 20 burra. Ama në vitin 90 ka thonë, ta nërroj më birë, se ka koha me nërrua. Po pse ju vujtët nga sistemi? Vujta nga sistemi sepse marrova fakultetin në universitet me 9.63, 1988 mbrojta filozofinë shkencat politike e juridike, ngrita zërin kundër dhunimit barbar që i bën dy vëllezërve të minja policia e flishur e komunizmit, dhe atëherë byroja e partisë, organizata e partisë, llumi politiko-shoqëror mbrojti policë e jo vëllezërit e mi, atëherë me qenë se ju drejtova Hekurani Sajt dhe Ramiz Alis, mua me quen 8 muajin hetuosi dhe shpirti ma di qak me ikë. Dhe sa këm dëllë nga hetuosia, kam ikë fare nga rreth e drobojës, kam lënë 2 plesht në ditën më të zezë. Në vend se me u dhanë dorën e me ju shërbye, u dytrua me i lënë se do më qënë prapë më burë. Kjo është një sistem. Kur thua ditët më të zeza, cili është momenti që nuk e harroni asnjëherë? Unë nuk e harroj se më ka shku me vra vetën, më. Unë shkova në Burrel, s'kisha kur farë mbështetje, s'ni fjagër kam. 91 më vdiq vajza prapë nga se byroja partisë më lodha atje vendosi me më shkarku nga puna, vetëm se isha nga Tropuja. E thoshin, Sali Berisha që ka këta studentat që po protestojnë Tiranë janë nga Tropuja, ta ishme dhe këtë Tropujan. Më hëshin nga puna, më. Më shkoj vajza 2 vjeqe. Unë nuk harroj kur viktimat e këtyre 35 vjetëve, sepse shumicën i njo, edhe është problem shumë i madh. Këta nuk reagojnë, ta thomë se reagon Lushi, po më do reagoj deri ditën si të mi ulli sytë. Por ama, në gjithë jetën time, rend nga goja ime nuk del, dhe fjalë për me i bo kesh Shqipërisë nuk del. Ama për me reagu, ai që nuk reagon është maskara. Thot një poezi e vitit 2018 një studenti që shoh, thot, unë nuk heshta fola hapur, ju që heshtet jeni horra. Në rast se heshtja linë për binsha, thot, Dostojevski. Nuk është budalla Dostojevski. Prandaj, ne kemi heshur jemi këtë ditë. Dhe student dhe rinia kanë u tradhtuar nga prindët e vetë se i vunë në mizerjen e varfris edhe për copën e bukës, dhe u tradhtuan edhe nga mësuesit dhe nga pedagogët e vetë. Dhe tani, deri në vitin 1990, tani gjojnë gjithë të vinë këtu, bisedojnë bashkë. Deri në vitin 1990, kam pas konviktin, e kam pas dushet, e kam pas mensën, e kam pas shpinë e palatën e kulturës, e salat e studimit, deri në 19 studioja unë, e s'kisha kur farë problemi, se ishte në kampus universitar. Tash e studentë e Shqipërisë s'kanë kampus, paguajnë qirat larta. 50 euro pagu studentin Kosovë për atë shpenzime kancelarike, 350 euro, 1000 euro pagu në Shqipëri, 7 herë më tepër. Ore, qëfar ndodhë, qa po ju bën njëzore? Qa bën, ku e studenti i zoti me lexue, me studiue, e me u përgjigja, me ndjek mësimin, ku ka punu të tanë natën të u shpërnda pizza, edhe shumë i rujtë zoti mos përplasë më nëjë makinë. Qa bën të këshure? Dhe të tradhtuar edhe nga mësuesit e pedagogë. Dhe pasaj, dilnin protestë 2018 dhe i lanë vetëm. Kur nuk doja fali. Shpresoj që mos ndodhë. Kur nuk doja fali. Kolegëve të mi, kur nuk doja fali. Sa t'jem gjallë, nuk du asë me më thonë mi më gjesë kolegët e mi. Sa t'jem gjallë, nuk du me më mordë asë në mordë. Nëse u rihatri që ja u përmeni. Por kur nuk doja fali profesorëve të Shqipërisë, tradhtin ndaj protestë studentore 2018. Jo thonë po organizoj, lese ja largoj. Studenti ishin ngritur për një drejtë. Po të kishin vepruar shoqëria shqiptare dhe kryeministri jonë me vizionin e një politikani, sikur se e beson të Shqipëria 2012, po të kishte vepruar, dhe ishin kursye Shqipërisë këto 6-8 vjetë. 8 vjetë regres, 8 vjetë shkatrim mjedisi. Sidomos për arsimin nuk është pak. Profesor. Për arsimin është shumë edhe një muaj, sepse këta kanë politizue, e kanë shkatrua. Arsimi nuk do në politizim. Arsimi do në demokraci studentore universitare, fitoj më i mire.